Top 10 markat më të shtrenjta të çantave në botë. Çanta e dorës është bërë një pjesë e rëndësishme e stilit të jetës së çdo femre. Ka shumë marka që prodhojnë variante të çantave në të gjitha pjesët e botës. Disa janë bërë të përballueshme që mund të blihen nga shumica, e disa janë thjesht shumë të shtrenjta, madje edhe shumë më të shtrenjta se një makinë e re. Meqense disa prej këtyre çantave janë shumë të shtrenjta dhe të harlisura, këto çanta dorë janë bërë pika referuese e statutit shoqëror. Në përgjithësi, çantat janë një nga dobësitë e femrave dhe për disa koleksioni i tyre i çantave nuk do të përfundoj kurrë. Para se të ndjekim videon, ju lutem bëni subscribe kanalin ton që të mos humbesni faktet më interesante që do t'ju sjellim në shqip. Vendin e 10 e zë Prada. Prada filloi në biznesin e modës në vitin 1913. Prada është një markë e njohur nga Italia që ofron produkte për burra dhe gra, dhe produktet e tyre ndryshojnë nga çanta në rroba, kozmetik dhe madje edhe bizhuteri. Edhe koleksioni i tyre i orëve është shumë popullor dhe çantat e tyre vlerësohen si një nga çantat më të mira në botë. Çanta e tyre më e shtrenjtë thuhet se është më shumë se $10,000. Pozitën e 9 e zë Fendi. Fendi është një markë shumë e dashur nga Italia që filloi në Rom që nga viti 1925. Ata janë të njohur për produktet e tyre autentike të leshit të lëkurës. Çanta e tyre me çmimin më të lartë, Selleria, kushton $38,000 dhe përbëhet nga lëkura në qençella dhe sable që janë të shtrenjta. Dhe dizajnet e çantës së tyre janë ato që i bëjnë ata të popularizuar në mesin e gjithë dashamirëve të çantave në botë. Marc Jacobs është një markë shumë e njohur në SBA. Ky person përgjagjës për këtë markë ishte përdorur për qendrëtor krijues i Louis Vuitton për 17 vjet. Jacobs u përfshi në 100 njerëzit më me ndikim në botë dhe gjithashtu çanta e tyre më e dashur dhe e famshme është çanta e dorës Carling Crocodile që kushton $38,000. Pozitën e 7 e zë Hilde Palladino. Kjo markë e famshme vjen nga Norvegjia dhe ata së pari lëshuan çantën e tyre në vitin 2001, por ata i prodhojnë çantat e tyre në Itali për shkak të kostës më të lirë të punës. Çanta e tyre më e shtrenjtë është çanta Gadino, e krijuar me lëkurë krokodili të bardhë, të zbukuruar me 39 diamante të bardha dhe u shet për $38,470. Krijimi i kësaj çante i bën që ata të njihen në gjithë botën. Pozitën e 6 e zë Judith Leiber. Judith Leiber është një markë e famshme nga Hungaria që filloi aktivitetin e saj në vitin 1963. Çanta e tyre më e vlerësuar është çanta Rosé e mbushur me 1196 safer, 800 turmalina dhe 1016 diamante, të gjitha të kombinuara me arë të bardhë që bëri këtë çantë të veçantë me vlerë $92,000. Ishte kaq e çmuar sa nuk u bën kurrë më. Pozitën e 5 e zë Louis Vuitton. Louis Vuitton është një markë luksoze në Paris që bëri emër në industrinë e modës që nga viti 1854. Dihet që çantat e tyre janë kundër ujit dhe të zjarrdurueshme. Për 6 vjet rresht ajo mban titullin e markës më të shtrenjtë dhe më të vlerësuar në botë. Çanta e tyre unike dhe e famshme, Kusuma Pumpkin Minaduere Jowl, u shet për $133,430. Në pozitën e 4 e zë Lana Marks. Lana Marks ka qenë e njohur për produktet e tyre prej lëkure që vijnë me rreth 150 stile dhe ngjyra të ndryshme. Angelina Jolie, Kate Winslet dhe madje edhe princesha e ndjerë Diana Welsit janë vetëm disa nga njerëzit e famshëm që zotrojnë këtë çantë që bëri këtë markë të veçantë dhe më të popularizuar ndërkombëtarisht. Çanta e tyre më e shtrenjtë, Cleopatra Clutch, varion nga $100,000 deri në $400,000 dhe e zbukuruar me 1600 diamante të bardha. Chanel është një kompani e njohur e modës nga Franca që u krijua që në vitin 1909. Ka shumë personalitete të njohura që u pan duke mbajtur çanta nga kjo markë e famshme. Një nga krenaritë e kësaj marke është çanta e saj Diamond Forever, e bërë prej lëkure krokodili me cilësi të lartë dhe ka 334 diamante. Rripi i saj është bërë prej ari të bardhë të ndashëm 18 karat. Ata bën vetëm 13 nga këto çanta dhe i vendosën çmimin prej $261,000 secila. Në pozitën e 2 e zë Hermes. Hermes është një markë popullore nga Parisi, kompani kjo e njohur për modelet e saj të stilit të lartë dhe elegant. Kompania gjithashtu prodhon këpucë dhe orë më luksoze. Çanta e tyre e famshme Himalaya Birkin me diamante dhe arë të bardhë u shet në një ankant për $300,168, duke e bërë atë çantën e dytë më të shtrenjtë në botë.
Pozitën e parë e zë Muavajt. Muavajt është i njohur për brishterit dhe orët e tij dhe më pas më vonë u angazhua të prodhonte edhe çanta që i bën ato dhe më të njohura ndërkombëtarisht. Ata kanë seli në Dubai dhe Gjenev, si dhe në vende të tjera. Çanta e tyre e famshme, 1001 Nut Diamond, mban titullin e të qenit çanta më e shtrenjtë në botë në rekordin Guinness për vite me radhë. Vlera e tij është mahnitse, $3.8 milion. Ju faleminderit që na ndoqët, like dhe subscribe që të mos humbesni video tjera si kjo që ne postojmë.